Nuk ka dyshim se leximi i Kuranit dallon nga leximi i çdo libri tjetër, për faktin se Kurani është fjala e Allahut, është kelamullah. Pra nuk është prurje toksore, as nuk është mendim njerëzor, por është shpallje hyjnore, e cila ka zbritur për ta transformuar njeriu, për t'ia mësuar të vërtetën dhe për ta ndryshuar atë përmes pëndritjes të cilën e përthith nga mesazhet e librit të Allahut. Pra, raporti me Kuranin dallon krejtësisht nga raporti me libra të tjerë, sepse ky libër është libri i Allahut, i zbritur për njerëzimin mbar e i bekuar. Dhe Allahu këtë qartazin në Kuran e tregon duke thënë: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarak." Këtë libër o Muhammed ta kemi zbritur ty të begatshëm. Fillimisht Allahu tregon për faktin se ky libër nuk është toksor, por është qiellor, prandaj thot ta kemi zbritur ty, sepse Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam është autoriteti i zgjedhur nga ana e Zotit toksor, pra autoriteti fetar për tokën dhe për njerëzimin mbar, që nuk lë hapësirë të mendoj dikush se kjo mund të jetë prurje njerëzore. Apo edhe se siç edhe u pretendua. Apo edhe se Muhammed Mustafaja mund të jetë autori i saj. Absolutisht jo. Autori i këtij libri është vetë Allahu. Ky libër është atribut i Allahut, sepse është fjala e Allahut, dhe ashtu siç Allahu me qenien e tij, me emrat, me cilësitë e tij, dhe me çdo gjë që i përket atij, është i pafillim dhe i pambarim, edhe kjo fjalë me gjitha karakteristikat e veta është e pafillim dhe e pambarim. Andaj raporti me Kuranin do të jetë krejtësisht ndryshe, dhe ajo që realisht neve na bën që ta dallojmë atë në trajtim është pikërisht fakti se pse Allahu e zbriti. Dhe Allahu qartazin në vazhdimin e këtij ajeti tregon e thotë: "Liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab." Pa këtë libër të begatshëm e kemi zbritur o Muhammed që ti meditojnë ajetet e tij, pra argumentet e tij, dhe që të mësojnë, të marrin mësim mendarët. Meditimi i Kuranit, që ndryshe quhet at-tadabbur, dhe mësim nxënia prej mesazheve të këtij Kurani për ata që e ruajnë shëndoshmërinë mendore. Kurani është libri që Zoti i Madhërisht thret në meditimin e tij, sepse përmes meditimit të tij ne realisht e njohim thellësinë e tij, dhe sa më thellë që i futemi Kuranit në njohjen e tij, të mesazheve të tij, të kërkesave të tij e kështu me radhë, aq më mirë dhe aq më shumë e njohim Allahun.